Transformimi i Shqipërisë nga një eksportues i lëndëve të papërpunuara në një aktor të integruar në zinxhirin evropian të furnizimit me lëndë të para kritike. Ky është synimi i politikës për modernizimin, riciklimin dhe diversifikimin e zinxhirit të plotë të vlerës në sektorin minerar, parashikuar në draft strategjinë kombëtare për zhvillimin e këtij sektori në periudhën 2026-2040. Sipas dokumentit, sektori dominohet ende nga aktivitetet të lidhura me mineralet e ndërtimit, çka krijon boshllëqe në zhvillimin e metaleve kritike, ndërkohë që prodhimi metalor mbetet modest krahasuar me volumin e gurëve gëlqeror, duke rrezikuar portofolin e rezerv kombëtar. Gjithashtu specifikohet se aktualisht vetëm 20 deri 35% e mineralit të kromit përpunohet në produkte përfundimtare, 100% e mineralit të bakrit deri në nivel koncentrati përpunohet në territorin shqiptar, ndërsa pjesa tjetër eksportohet në formë të papërpunuar drejt tregjeve të huaja, kryesisht përmes kontratave me kompani ndërkombëtare që kryejnë pasurimin dhe rafinimin jashtë vendit. Ky model megjithëse ka gjeneruar të ardhura afatshkurtra, nuk garanton zhvillim industrial dhe punësim të qëndrueshëm apo rritje të qëndrueshme të prodhimit të brendshëm bruto kombëtar, thuhet në dokument. Edhe më problematik mbetet niveli shumë i ulët i riciklimit të mbetjeve metalike dhe mineraleve sekondare, që aktualisht nuk i kalon 5%, shumë poshtë mesatares të Bashkimit Evropian, prej 25 deri 30%, shtohet mëtej, ndërkaq zbatimi i masave të parashikuara në strategji synon ndryshimin e kësaj panorame. Në treguesit e arritjes, parashikohet që deri në vitin 2030 të paktën 30% e xeherorit të kromit, bakrit dhe nikelit të përpunohet brenda territorisë shqiptar. Po ashtu parashikohet një rritje me 50% e volumit të mineraleve të ricikluara në industrinë minerare dhe metalurgjike deri në 2040, si dhe rekuperimi dhe valorizimi minimumi 20% të sterileve ekzistuese deri në vitin 2040.